Jemi rikthyer në ambientet e kryeministrisë, natyrisht në zyrën e kryeministit Edi Rama, zyrë e dekoruar me duart e tij. Është një mrekulli e artit kontemporan dhe që me shumë bujari na e ka lënë në dispozicion neve të emisionit I pavarur. Këtu jam me kolegen time Anxhi, e cila me sugjeron atë që I thashun Iqe. Bratislav, Slovakia miraton ligjin që nje vetëm 200.000 dhe kufizon adoptimin. Rrim pak këtu? Si thoni. Duhet të rrim pak këtu sepse një keqe e madhe, një katastrofë po I afrohet vendit tonë. Projekt ligji për gjinit. Në këtë projekt ligj, I cili do bëhet ligj, se Edi Rama ka 83 I kanë xhep, plus që kanë dalë të rapaçkat e tjera, shkon sa duash, po I kanë xhep 83, nuk duhet më shumë. Do, përmes këtij projekt ligji, të fus shumë më tepër se sa 200.000. Do të thonë, po ç'të keqe ka? Ka disa të këqija, disa. Para punës është e jo natyrshme. Kush beson në Zot, kush beson në Zot, në të gjitha fet, keni Zoti krijoi mashkullin dhe femrën. Nuk ka gjys mashkull, gjys femër, mitologji po ka gjysmë kal, gjysmë gomar, ose luan, ku diun se si janë. Ndërsa në fe I keni mashkull, femër. 200.000 vetëm. Kush nuk beson Zot, dhe beson në shkencë. Shkenca thot, burr, grua, mashkull, femër. Mashkull, femër, 200.000. Kush njeh ka bërë, ku diun, botanikën, klas 5, 6, 7. Di që çdo gjallës, përveç një televizorëve, janë disa që bëhen shumor me ndarje, janë mashkull, femër. Edhe hurma, që të bëj kokra, do një pem mashkull, që të shkoj bleta, të marrë atje polenin, dhe ta plenoj. Edhe milingona, të gjithë duan mashkullin dhe femrën. Kështu I ka bërë natyra, Perëndia, këtë doni ju. Ne do të bëjmë më shumë se 200.000. Slovakia, vend antar I Bashkimit Evropian, e ka ndryshuar, ka vendosur, ka çimentuar në kushtetut, ka thënë, jo, 200.000. Neve, dhe këtu, si dhe pak ndërmend premtimin elektoral të Edi Ramës, që tha, futja në Europë, ky është angazhimi ynë, do punojmë ditë natë, është një ekip I madh gjigant, punon natë ditë, që në 2027 të mbyll kapitujt. Ashtu. Mbyllja e kapitujve ka brenda plot nga këto. Nga standardet e agjendës antinjerëzore globaliste. Në qoftë se ju keni parë Donald Trump që ka qenë shumë kundër pra ka qenë këtu, ka 2, burr, grua, nuk ka gjini tjetër. Dhe Amerika po kthehet prapë te këto vlera, Europa vazhdon vrapin e saj me agjendën globaliste, me idenë që sa do I ky Trump do iki, ne do I kthehemi asaj agjendës skllavëruse të njerëzit. Dhe pjesë e kësaj është njeriu George Sorosit, Dalek Sorosit Shqipëri, Edi Rama, I cili po fut në legjislacionin shqiptar ndryshimin e një koncepti themelor që ka që kur ka lindur njeriu, mashkull, femër. Falë Zotit, ka nga këta që kanë thënë, jo, ka 200.000. Madje, më nxjerrin çik më tutje, se ka qenë Bajrami në OKB, me Spiro Pali, ministrin e jashtme. Norway, familja përbohet nga nëna, babai dhe fëmijët e tyre. Nuk ka interpretim tjetër. Urdhoni. Këtu jemi dhe ne. Nën, baba dhe fëmijë. Kaq. Dhe këtu, natyrisht, ka një, po themi, grup njerëzish që lufton dhe që shtohet për ditë në mbrojtje të kësaj teze, që është më e natyrshme, që është natyrisht thashë shkencore,
fetare, si doni, nga do të rrotulloni, fëmija nuk i ka bërë babaj me babaj, as nëna me nënën. Edhe kur ka patur fertilizim kështu artificial, natyrisht me sperma në një mashkulli, është bërë një fëmijë tek veza një femre. Nuk ka rrugë tjetër. Dhe nuk ka pse të ketë rrugë tjetër, përderisa ka dhe kod etik, kod moral dhe gjithçka tjetër në këtë mrekulli hyjnore të njeriu që është krijesa më e lartë. Dhe këtu jam unë kundër edhe atij muhabetit inteligjencës artificiale, cilin do të diskutojmë pas pak. Ma nxirr po deshe? Ma nxirr. Shkalla e ulët e lindjeve kërcënon mbylljen e 800 shkollave fillore. Po të mos ishte kjo BM-ja këtu, do të thoja është lajm nga Kolonja, është lajm nga Puka, është lajm nga Kuksi. BM është Britania e Madhe. Shkoni pak, shkalla e ulët e lindjes. E kuptoni çfarë ka bërë globalizmi i majt njerëzimit? E kuptoni kjo agenda bur, grua, zbur, funksionon pikërisht për të ulur lindjet, për të reduktuar numrin e njerëzimit. Ka qenë një prift dikur, Malthus, që ishte për reduktimin e njerëzve. Ka qenë. Neo-malthusianët janë këta që duan të reduktojnë, si e reduktojnë. Po, në atë parë në Shqipëri, ju keni të pamundur të bëni fëmijë, nuk më flas teknikisht, e keni të pamundur, sepse fëmia do një shtëpi që është pamundur të blihet me rrok, është pamundur të mbahet me punë dhe pasigurt. Është pasigurt të mbahet familja, është në luftë të vazhdueshme sistemi me familjen. Kështu që të gjitha janë kundër. Prandaj edhe Britania, që është një ndër vendet më të rëndësishme të Europës, është ka të ndisur në mbylljen e shkollave se s'ka fëmijë. Po Shqipëria, po ti Shqipëri tha, pa më thujësie, të lutem më dilë në një vend tjetër. Trump, Tylenoli të mos u jepet as fëmijëve. Ka vite që diskutohet për masa katastrofale dhe pa kuptim e autizmit. Pra numri i fëmijëve autik është rritur në mënyrë të pa kuptim, por dhe të tmerrshme, të llatarshme. Pse? Shumë njerëz ja kanë vënë fajin në zë vaksinave dhe mjekimeve që janë përdorur tek fëmijët. Se në fund fare gjë tjetër nuk ka ndodhur. Mëdurisht, edhe ushqimet e përpunuara, edhe lloj gjërash, por ka shumë njerëz që thonë, bëj vaksinën fëmia dhe nuk foli më. Trump, natyrisht, jo se ka folur me Fred Sakon, ka folur me shkencëtarët, dhe i ka dalë që paracetamoli i përdorur tek fëmijët mund të sjellë autizëm. Të mos u jepet, thotë. Është pjesë edhe kjo e asaj agjende. Është pjesë e asaj agjende. Shpopëllimi të rruzullit. Natyrisht, genocid njerëz. Pra, zhdukja e njerëzve, krijesave, mishi gjaku, si unë, si ti, për mes formave nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet, të lutem dilte tjetra. Trump rikthen dënimin me vdekje në Washington. Unë personalisht do të kisha propozuar që në Shqipëri, përveç kthimit të dënimit me vdekje, të kthehej dhe neni për tradhti. Neni për tradhti, apo e formuluar edhe për vepra kundër popullit, do të njëtë tek kënaqësinë që me duart e mia t'i çoja, se kemi edhe këtë litarin këtu, por këtu në studio ndoshta, një pjesë të politikanëve shqiptar. Atyre që janë duke zbatuar këtë agjendë që po flasim. Ata që kanë shpopulluar zonat e tëra të Shqipërisë. Mbahet Tirana, po dhe këtu vazhdon shpopullimin Tiranë. Pse e kanë shpopulluar? Shkak të agjendës. Ka një projekt ku një periudhë jo fort të largët, ne do të jemi jo më shumë se 800.000 banorë këtu. O do kemi vdekur, o do jemi deportuar. Shpopullim, po e them për mua, për mendimin tim, modest, nuk është vetëm dëbimi i popullit, dëbimi i njerëzve, por heqja e atyre nocioneve që një grup njerëzish e bëjnë popull. Dhe zëvendësimi, unë kam patur denoncime këtë periudhë të pafundme nga emigrantë që kanë ardhur në Shqipëri nga Afrika,
të cilët për fatin e keq, ndihen më keq se në Afrikë në Shqipëri. Sklever këtu, njerëz që mbajnë pasaportat, që pagojnë keq, që japin keq ushqim, por gjithsesi janë njerëz të cilët kanë zënë vendet tona. Të njerëzve tanë, të fëmijëve tanë, të afërmëve tanë, të cilët kanë ikur nga Shqipëria dhe janë zëvendësuar me punëtor, me sklever nga Afrika. Më dilë vend tjetër. Rama, inteligjenca artificiale shtyllë themelore e qeverisjes. Atëherë rrim pak këtu tek e njëjta accent. Natyrisht që populli kur voton dhe zgjedh prisin e vet, e zgjedh që ky njeri të bëj politika dhe të zbatoj politika. Ky njeri të bëj politika me njerëz, natyrisht dhe për njerëzit. Do thoni ju, po mirë, po inteligjenca artificiale mund të përdori? Patjetër. Çfarë është teknika kohës? Çdo udhëheqës apo sundimtari ka përdorur. Ka qenë shpata, është përdorur shpata. Ka qenë elektriciteti, është përdorur elektriciteti. Sot është inteligjenca artificiale, përdoret inteligjenca artificiale. Po të përdoret, jo të sundoj inteligjenca artificiale. Ky njeri që shpopulloi vendin e tij. Ky njeri nuk beson tek njerëzit, e nuk i do njerëzit. Për këtë arsye, ky njeri ka zëvendësuar njerëzit me inteligjencë artificiale. Ka zëvendësuar shqiptarët me sklever dhe padron të këtyre skleverëve ka inteligjencë artificiale sepse nuk beson tek njeriu. Nuk beson. Ka dhënë dhe prova për këtë punë. Dhe duke mos besuar tek njeriu, duke përçmuar njeriu, ka bërë krimin e madh të vendosjes së teknikës të sundoj njeriu. Është një eksperiment i cili po bëhet në laboratorin e globalizmit që është Shqipëria. Kujtoni që këtu janë bërë shumë eksperimente në Shqipëri. Eksperimenti i radhës është kjo, inteligjenca artificiale drejtuese. Kjo drejton skleverit. Kjo nuk ka përgjegjësi. Pse? I është hequr përgjegjësia për shkak se duke mos patur emocione dhe interesa, i bie që matematikisht, shkencërisht, logaritmet të jenë të sakta të përsosura. Pa thënë që drejtohen nga njerëz, nga individ. Pra, pjesë e popullimit, egjes së shqiptarit si koncept popull, një turm që drejtohet nga inteligjenca artificiale, mbi të cilën jemi ne. Tjetër, Spiro Pali në OKB diella hap strategjik për të forcuar transparencën në qeverisje. Kuptohet që këto janë klonet e Edi Ramës, këta janë doli fjalë e ndyrë me epsi e mbrapa, janë tërolepsur me këtë iden e inteligjencës artificiale, se kështu i thot ai. Dhe këta janë shumë as më pak se njëti program kompjuterik, programohen, dhe s'ka nevojë të fusësh gjë, kështu marrin me të shkruar dhe e thon. Ministri e jashtme, në vend që të flasin OKB për hallet e Shqipërisë, për hallet e shqiptarëve, se ke shqiptar Balzi, ke një Kosovë që është sa që jemi ne këtu janë atje, ke Maqedoni, ke Greqi dhe ke emigrant kudo nëpër Europë. Ky do të ishte diskuri i këtij personit që është paraqitur si ministri i jashtëm në OKB dhe shkon dhe bisedon për diellën dhe për inteligjencën artificiale. Ky është dehumanizimi, shkontarizimi dhe shpopullimi i këtij vendi që quhet Shqipëri. Ecanxhi. Ja në diella e Partisë Demokratike. Vangjeli, kur lexoj Vangjeli më gjithmonë më duket sikur është Lorenci. Në fakt është kjo zonja këtu Biondin, si diella, e cila del thot PPP, sistem regjistrim PPP. Kjo diella e Partisë Demokratike nuk është funksionare politike, shok e shoqe. Kjo është zëdhënëse. Do të shkonte shumë, po të ishte në dyert e Bashkisë Tiranës. Zëdhënësja ose përgjegjësia për informacion e një institucioni. Ndërsa partia është strukturë politike dhe këtu duhet kishim një politikan. Deputet, pse jo, por një figurë të lartë politike, e cila ditet komunikonte. Jo një zëdhënëse, jo diella për mishi e Partisë Demokratike, që është kontribut po aq serios sa çka Edi Rama në shpopullim në vendit, sepse duke dhënë këtë lloj fytyre dhe besueshmërie opozitës, jep atë fuqi që ka sot
kryeministri Edi Rama. Ec pak të lutem, dogana ndalon mallat falsifikuar me logo të markave të famshme. Çlidhje kishte si thaj, nga mohore më qera tafa, nga lopët tek amerikanët në Vietnam. Desha ta mbyll bukur me këtë historinë e mallrave të falsifikuara me logo. E dini që në Shqipëri të gjithë kanë qef të vishen firmato. Nga atletet deri te bluzat me një logo nga kështu. Natyrisht të gjithë e kuptojmë që janë falso. Janë falso se një markë origjinale nuk bën ai sa i blejmë në për dyqanet tona. Mjafton që të shkojnë këta dogana tek një qendër nga këto tregtarët. E ty marrin dyqanet me radhë. Edhe këto që janë firma të njohura. E të shohin çfarë pocaqie shesin këta dhe çfarë kanë mëmat. Nuk ka nevojë fare që të malla të falsifikuara. Këtu falso janë të gjithë. Falso është politika, falso është drejtësia, falso është gjithçka. Pse veshin dhe brek me një shenjë po që janë falso? Nuk na gjenë një gjë e madhe nga falso. Domatet falso sikur të mi kapi mua. Bukën që deli ajo në braça dhe denoncon me aditiv. Sa mirë e bën. Po këtu bluzët nuk i bën keq njeri, i bën keq atyre qendrave tregtare, atyre që i fusin me shumicë, po thonë pse i futën ky tjetri. Nëse, kaq kishim për të thënë për këtë javë. Javën tjetër, me shpresën e Zotit në zhvillime të tjera, patjetër do kemi gjëra të tjera. Armin Shkurti, Anç Taravari dhe Zjarr Televizion ju urojnë një natë të këndshme, mos e çani fare se më keq do bëhet.